Telefonit, WhatsAppin e keni për mesazhe, jo telefonata, mos u ngatroni, ju lutem. Ndërkohë do të vazhdojmë me tjera mesazhe që kanë mbritur, sigurisht duke mirëpritur edhe telefonatat tuaja. Mirëmëngjes Flavio. Gim Rogozhin si më thot, tregoj pak të rinjve që komunistët prishën kishat e xhamit në Shqipëri. Në muajin e Ramazanit, në shkolla, nxënësve u jepnin gotën me ujë me zor që të prishnin agjerimin, sepse nuk e lejonin me ligj të agjëroje. Kështu që ta dinë që komunistët janë kundër Zotit dhe prej shejtanit. Poshtë komunizmit. Shëmtuar shumë ajo historia. Ne do të vazhdojmë tani me një telefonat legjendare. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Nderuar gazetar, unë ndoshta do largohem pak nga tema që ju keni shkruajtur atje edhe do të them kaq. I bëj thirrje të gjithë votuesve shqiptar, brenda dhe jashtë shtetit, për çfarë duhet ta votojmë konkretisht pesen. A për çmimet e rritura, a për pensionet e rritura, a për shpopullimin, a për krimin, a për korrupsionin, për cilat duhet ta votojmë. Në një kohë kur udhëheqësi i PS-s, drejtuesi i shtetit shqiptar, propagandon çdo ditë Nostrokun. Të gjithë e dim ne se çfarë është Nostroku. Shëmtuar është historia. Për fjalorin e pis që ai mban gjithë ditën në gojë, duke sharë dhe ofenduar, për gjuhën bullgare që përdor, për cilën duhet ta votojmë. Pra ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve të ndërgjegjësohen para kutisë votimit, sepse edhe në botë, në shtetet më demokratike të botës, nuk ka bovaki që 16 vjet të udhëheqin. Pra detyrimisht duhet këtë rotacion. Se kush parti e merr është tjetër gjë. Por duhet rotacion se nuk ka bovaki vetëm në Kubë, në Rusi, edhe gjitha ne ka bovaki që të rrinë ka 16 vjet. Dakor. Faleminderit zotri për telefonatën tuaj. E përshëndesim zotrin, ndërkohë me që jemi të partitë e vogla, t'ju jap një lajm nga partitë e vogla, miq të dashur. Po zvoglohen edhe më shumë se po të rriqen kandidatët. Ja t'ju them ca kandidat, Partia Nisma Shqipëria bëhet, Partia Social-Demokrate, Lëvizja Bashk. Për shembull, ka ikur kandidati i Kuksit i Shqipërisë bëhet, tha nuk bëhet.